A dini se Aisha radiallahu anha e akuzuan me zina ndërsa Allahu i lartmadhëruar e pastroi atë mbi 7 qej? Ngjarja ndodhi kur muslimanët po ktheheshin nga një ekspeditë ushtarake, ku Aisha radiallahu anha doli për nevojë personale, pas se kishte humbur diçka, u kthye për ta kërkuar dhe humbi karvanin. E gjeti atë sahabiu i njohur Safwan ibn al-Muattal e mori e çoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Hipokritët përfituan nga rasti, me në krye Abdullah ibn Ubej dhe thanë se Aisha radiallahu anha ka rënë në zina. U lëndua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por vendosi mos të flasi me mendim të tij personal, por të priste vendimin e Allahut derisa zbriti ajeti kuranor: Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adhim.